Situata politike në Shqipëri është tensionuar pas kërkesës së SPAK drejtuar kuvendit arrestimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Prokuroria e posaçme cilëson Ballukun si një zyrtare me rrezikshmëri të lartë për hetim, duke dokumentuar presione ndaj dëshmitarëve dhe manipulim të tenderave publik përmes një skeme të mirë organizuar nga Erviz Breberi. Hetimet e SPAK të mbështetura në përgjime dhe metoda speciale kanë zbuluar se përfituesit e projekteve të mëdha infrastrukturore si Unaza e Madhe dhe aksi Thuman Kashar ishin të paracaktuar. Së fundi BK ka ushtruar 19 kontrole në banesat e bashkëpunëtorëve më të ngushtë të Ballukut, duke përfshirë drejtues të lartë të kesh ARSH-s, duke zgjeruar rrethin e personave nën hetim. E pavarësisht të rëndësisë së akuzave, kryeministri Edi Rama ka mbajtur një qëndrim evaziv. Majoranca socialiste po përdor procedura parlamentare dhe pritjen e një vendimi nga gjykata kushtetuese për të zvarritur dhënien e autorizimit për arrestim. Kjo periudhë po shfrytëzohet nga Balluku për të riorganizuar stafin e saj me njerëz të besuar dhe të përcjellë mesazhe qëndrueshmërie politike ndaj aktiviteteve politike. Kjo çështje përfaqëson një sfidë kritike për Partinë Socialiste, e cila është zotuar përpara SBA-ve dhe Bashkimit Evropian se nuk do të bënë mbrojtje zyrtarëve të korruptuar. Ndërsa SPAK po përshkallëzon veprimet, Edi Rama gjendet në presionin e dy fisht: mbrojtjen e bashkëpunëtorëve të tij të ngushtë dhe ruajtjen e raporteve me partnerë ndërkombëtar që mbështesin reformën në drejtësi. Vendimi përfundimtar i kryeministrit do të përcaktojë fatin politik të Belinda Ballukut dhe besueshmërinë e majorancës ndaj drejtësisë së re.